ndodhë në skenë, në stradë, mi dëgju tjerë të volë për njërin tjetrin ajo? Ajo është Reagimi Gjullet. Ajo është e padiskutueshme. Disa flasin për të mirë, për tjetrin, i gëzon suksesit tjetrit. Që është një rast interesant, pa dash për shembull për Ledri Vulën gjithmonë një fjalë të mira, për djalin e mirë, edukum, domethënë gjithmonë kujdesen që... A ndjek Kosova Live? Urna? A ndjek rregullisht? Jo, për zotin për periudhë kohore gjithmonë në punë, në vijë. Unë e di që për shëretën shkurt e fezën e këtu të muzikën hip-hop ku jam, për shembull janë disa emra për shembull që gjithmonë Des Gjuli ke ski çka? Jo, nuk është des ças pak unë vështirësh mendoj që njerëzit ky mundet me thonë për ata kategorisë të vet, e flet, unë flas për kategorinë tem. Mos u shqetëso se s'ka kur gjë më shqetëso. Jo, ta thash për shembull për Letrin tonë që djali mirë, djali basketbollist që nuk pin cigare, gjithmonë është i dashur, çfarë diun, i kanë gjithmonë këto fjalë miradije për të. Në raport me disa të tjerë që për shembull kanë kritika të ashpra së fundmi për shumë reper që ndoshta kanë qenë pjedestalin më të lartë. Po, dhe ndoshta s'kanë qenë korrekt me kolegë, kështu që s'kanë qenë korrekt me kolegë. kolegë, po. Raste kur e pa të tjerë. Po, për ty flitet shumë keq. Po, tjetër. Unë jam nga Bllajsa. Në kulm, jam kulmor për këtë pjesë, po jo. Ja, unë nuk mendoj më që merren shumë njerëz me ty, po dikur janë merr shumë njerëz me ty. Sepse na këthe kohën para 15 vite. Jo, unë kam dëgjuar raste kur tjetrit ja pamundson për shembull me qenë në koncert, nëse e merr aty. Po, ato janë raste të ora në estradë. Shumë të ora, kjo është goxha shqetësuese. Kjo është xhelozi e keqe. Se e mirë është më bosi tjetri me dash suksesin e tjetrit, por me ndalu tjetrit. Domethënë me ushqim. Ja kanë vjet kohë, ja kanë vjet e kanë ndalu muzikën me lshu, kanë ndalu mos me shku në diskoteka me knu. Ko plot se në konktor. Tash ti mund të lëvdu kanë dush, po na e dinat vërtetën çka ndodh. Do thotë në këto profesionet publike është shumë e shprehur gjithë kjo që po diskutojmë, çfarë xhelozi, çfarë lakmia e gjëra të tjera, sepse kemi raste të njohura për këto koncerte që po i thotim.